manastir. Edhe përballë atij manastirit ishte një shtëpi. Edhe ishte një djalë i vogël. Edhe ai djalë i vogël çdo ditë në mëngjes dëgjonte te manastiri nga brenda një zhurmë të tillë. Po. Një ditë, dy ditë, çdo ditë 7 mjesit, çdo ditë në mëngjes. Bëhet shumë kurioz, thotë do shkoj të pyesur ç'është kjo? Kjo zhurmë. Hyn brenda, edhe hap derën një murg. I thotë urdhra. Më falni thotë, çdo ditë në 7 të mëngjesit është kjo. Po, kjo kërcitja, trokitja. Po i thotë, ç'a është? Thotë. Duhet jesh murg thotë që ta dish. Edhe ky është kurioz u pa. Saqë kur u rrit dhe u bë gati për shkollë, shkon bjen ders thotë, ka marrë mu ba murg. Hyri brenda 21 vjet, murg brenda stier, çdo ditë në mëngjesin 7 mjesit, pam pam pa pam pam. Pa e ditë se ç'a ishte. Po. U bë murg dhe sa mori diplomën si murg, tha tani tha hajde tha më tregoj ç'a është kjo. Se do mbër gjithë të shkollë me marrë vesh ç'a ishte kjo. Hajde me mua dhe e ngjiti lart të majë të Kambanielit. Po. E din ç'a ishte? Po, jo. Duhet jesh murg që ta dish.